Ju përshëndet gjithëve, ndodhem në Kruj, në lagjen Varosh, është rruga që të çon për malin e Krujës, është lagja më problematike për momentin. Ku ka pranit madhe të zjarfikësve, të forcave të ushtrisë, të forcave të policisë, po luftohet me flakët pikërisht në këtë moment që shikojmë këtu lart. Momentalisht kanë shkuar 3 zjarfikëse në atë pozicion dhe po mundohen që të fikin flakët e zjarrit. Këto shtëpia këtu që janë këtu pas shtëpisë time, janë në fisi me mbiemër Kau. Janë njerëz cilët presin krejt ankth për flakët. Ndërkohë ka pas probleme në Lanilam, në lagje të tjera, por momentalisht kjo është vatra kryesore, po luftohet me flakët vazhdimisht. Banorët siç e pat janë në ankth dhe po presin, ndërkohë forcat zjarfikëse janë në terren. Këtu pas shtëpisë time tek shtëpitë me mbiemrin Kau, po bëjnë luftë zjarfikëse dhe janë fokusuar pikërisht për me shujt flakët e zjarrit. Pra, po ta fokusojmë, po hidhet ujë dhe prandaj po ngrihen flakët e zjarrit në këtë formë. Janë gati 3 shtëpia në anën e majt, por siç e shikoni dhe këtu janë një pjesë tjetër e shtëpiave që vazhdon lagje. Po jo gjithashtu ecim ne pyete, a mund të vej dikush dhe ne këtu prap që t'ja heqi atë? Vetëm te kjo, domethënë që është problem. Falë plejda mua. Që është 300 metra larg. Unë nuk sa di, s'na lejo me shoqëru njerëz në larg. A më kupton? Zjarfikëse në radhës me orientu dhe me thonë me ndërhyj këtu, jo atje, sepse këta do të pretendojnë Atje e kanë pikë për këtu. Po, nuk ka ndërhyj askush këtu te kjo. Shqipe sa afër vetëm. Situatën këto po Janë shtëpia plot poshtë, e ke shtëpia. Nështë nuk kanë informacion se banorët e njohin më Po mirë se futet mas shtëpisë tonë, Po, shtëpia shtëpia tonë, ata kanë shkuar tonë. lart, ka jo të makina direkte, ne nuk mund ta lejmë në hec. To e ndërtues nga lart, që do të. Këto janë drejtuese të kush vetë vjen njëri nga ju që do të Ky çuni. A se viu, ne, ju çe.